Ndryshe nga vitet e tjera, festa e 1 qershorit në Bulqiz erdhi këtë vit me një program të pasur artistik dhe kulturor, duke sjellë gëzim dhe emocione për fëmijët dhe familjet e tyre. Aktiviteti u organizua nga Bashkia Bulqiz në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve dhe u zhvillua në pedonalen e qytetit, e cila u mbush me ngjyra, buzëqeshje dhe atmosferë festive. Në skenën e ngritur për këtë rast, fëmijët shfaqën talentin e tyre përmes recitimeve, këngëve dhe balleve të përgatitura me përkushtim dhe dashuri. Performancat e tyre u ndoqën me emocion nga prindërit, familjarët dhe qytetarë të shumt, të cilët kishin zgjedhur të bëheshin pjesë e kësaj feste të veçantë. Duart trokitjet dhe ovacionet e publikut shoqëruan çdo interpretim, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe plot entuziazëm. Në aktivitet morën pjesë edhe kryetaria e Bashkisë Bulqiz Festime Mjeshtri, si dhe drejtori i Zyrës Arsimore Bulqiz Fatos Muha, të cilët përcollën urimet e tyre për të gjithë fëmijët me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Në fjalën e tyre ata theksuan rëndësinë e investimit të brezit të ri dhe përkushtimin e institucioneve për krijimin e kushteve sa më të mira për edukimin, zhvillimin dhe mirëqenien e tyre. Të dashur fëmijë, gëzuar 1 qershorin, uroj të rriteni të lumtur, të shëndetshëm, të rrethuar me dashuri dhe përkujdesje. Dëshira ime është që gjithë secili prej jush të rritet i lumtur dhe i shëndetshëm pranë familjeve të tyre. Ju jeni arsyeja që ne të rriturit punojmë çdo ditë për shkolla më të mira dhe për mundësi të reja. Ndaj të gjithë së bashku sot, të gëzoni dhe të festoni së bashku në të gjithë territorin e Bashkisë Bulqiz. Ju jeni e ardhmja e qytetit dhe komunitetit. Gëzuar fëmijë! Të dashur fëmijë, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar prindër, sot në këtë ditë të shënuar, në një nga ditët më të bukura, ju urojmë të gjithë fëmijëve në mbar vendin gëzuar 1 qershorin. Në emër të Zyrës Arsimore, personalisht nga ana ime, u garantojmë këtyre fëmijëve me të gjithë institucionet tjera, me bashkinë dhe të gjithë institucionet që i përkasin fëmijëve, që ne do t'u garantojmë atyre që ato të jenë të sigurt në rrugën e dijes, në edukimin dhe në mbushjen e ëndrave. Prandaj, unë e uroj këtë ditë të bukur për këto fëmijë të mbushet plot gëzim, plot hare dhe plot lojra. Edhe një herë gëzuar këtë festë të bukur për të gjithë fëmijët, gëzuar 1 qershorin, gëzuar të gjithë. Aktiviteti u mbyll mes atmosferës festive dhe buzëqeshjeve të fëmijëve, duke kthyer këtë ditë në një kujtim të bukur për të gjithë pjesëmarrësit. Festa e 1 qershorit në Bulqiz dëshmoi edhe një herë se fëmijët mbeten frymëzimi më i madh për komunitetin dhe ardhmja që meriton vëmendje, kujdes dhe mbështetje të vazhdueshme.